Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin për goditje ndaj krimit kibernetik në vend. Në pranga ka rënë 23 vjeçari francez Adem Said, i akuzuar për mashtrime masive përmes dërgimit të mesazheve të rreme në celular. Hetimet zbuluan se Said përmes këtyre mesazheve i shtynte qytetarët të plotësonin formular me të dhëna personale dhe bankare, të cilat më pas i përdorte për të tërhequr para nga bankomatet dhe nga aplikacionet bankare të instaluara në telefonat e tyre. Në këtë skemë mashtrimi kanë rënë qindra shtetas shqiptar. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar 3 aparat celular që dyshohet se përdoreshin për realizimin e veprimtarisë kriminale. Ndërkohë vijojnë hetimet për të identifikuar dhe proceduar persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet mashtrimi. Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në Departamentin e Policisë Kriminale thekson se disponon të gjitha kapacitetet logjistike dhe burimet njerëzore për të ndjekur dhe ndëshkuar çdo abuzim në hapësirat virtuale. Policia i bën apel qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal ndaj çdo aplikacioni të panjohur që ju ofrohet në rrjetet sociale dhe të denoncojnë menjëherë për çdo rast të dyshimt.